Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. I ftuar i dytë në emisionin e sotëm është drejtuesi i Lëvizjes Bashk, zoti Arlind Qori. Zoti Qori, mi mbrëma, kënaqësi që jeni te 5 pyetjet. Kënaqësi edhe për mua. Si po ju shkon fushata? Shumë mirë, jashtëzakonisht mirë. Është një fushatë ku unë jam entuziast, optimist, jo vetëm për reagimin e qytetarëve në rrugë, po edhe sepse bëj krahasim. Kjo është përvoja e dytë elektorale e Lëvizjes Bashk. Kemi bërë fushatë në 2023 në Tiranë, që na ka kënaqur të gjithëve, edhe si fushat, edhe si rezultat. Sot mua më duket sikur jemi goxha më mirë se në 2023, e mas me reagimet e qytetarëve, mënyrën si na presin, me mbështetjen që na japin, me numrat e shoferëve që i bien burias në rrugë kur kalojmë duke ecur në këmbë. Kështu që jam vërtet entuziast, me pasion, edhe optimist. Fushata ka dinamikën e vet, ka strategjinë e vet. Në ditët që vijojnë, si do ta vazhdoni, cilat do jenë pikat, ku do konsistoni? Zakonisht, fushata jon bëhet në të gjitha qarqet, sepse shumica dërmuese e aktivistëve tanë banojnë në qarqet ku veprojnë dhe kandidatëve tanë po ashtu. Kështu që ne jemi duke bërë për shembull një fushatë intensive edhe në Kukës, ndonse Kukësi është një qark shumë i vogël, sepse kandidatët tanë jetojnë në Kukës dhe sigurisht bëjnë fushatë aty. Unë vetë, si drejtuesi i partisë, ndaj kohën time, një pjesë të kohës në Tiranë dhe pjesën tjetër të kohës në për qytete. Nesër vije fjala kemi një takim goxha të rëndësishëm në teatrin e qytetit të Gjirokastrës. Përpara se të arrijmë Gjirokastrë, do kalojmë nga Berati, Fieri, Memalia, Tepelena, pra do të shkojmë në disa qytete. Ajo çfarë ne bëjmë më shpesh është që shkojmë ne te qytetarët përpara se qytetarët të vinë tek ne. Kështu që nëse takimet masive bëhen një herë në 2 ditë mesatarisht, ne shkojmë treg më treg, rrugë më rrugë, derë më derë, i biem dyerve të qytetarëve, kemi grupe aktivistësh që shkojnë nëpër dyert e qytetarëve dhe shpërndajnë idetë tona, prezantojnë kandidatë. Trysninë e partive të mëdha, ndjeni? Jo, thjesht shohim shumë letra të hedhura në rrugë. Partitë e tjera me sa kanë vëre paguajnë njerëz, zakonisht adoleshent, nganjëherë dhe fëmijë, që i hedhin, i flakin fletushkat nëpër dyer ose nëpër xhama makinash. Na ka qelluar që në të njëjtin xham makinash të vërejmë 5 si thua fletushkat partish të ndryshme. Zakonisht ne nuk e shtojmë të gjashtën fletushkën tonë, sepse përvoja jonë është që të flasësh me qytetarin para se ta japësh fletushkën. Pa jo thjesht ta lëshosh nder, ta vësh në makinë, as thjesht ja japësh dikujt që ikën me vrap, po të çfarë i thua kur takon dikën në këmbë? Gjë e parë që i them unë është mirdita zonjës së zotri, atë rëndon një fletushkë. Kjo është mënyra e parë e komunikimit dhe 99% të rasteve qytetari ose qytetarja buzëqesh, thotë jo nuk më rëndon as pak. Unë prezantohem në shumicën e dërmuese të rasteve s'kam nevojë të prezantohem se qytetarja më thotë që më njeh. Pyetja ime e dytë është a më njeh për mirë apo jo? Dhe këtu sigurisht që përgjigjja pothuajse gjithmonë është që na njeh për mirë dhe kështu hyn në debat, në diskutim. Ne i japim fletushkën, i themi që kjo fletushkë thjesht në 3 faqe është përmbledhje 177 faqeve program, ku ne kemi vërtet punuar shumë. E ftojmë që ta lexoj fletushkën dhe pastaj sigurisht bëjmë një prezantim të shkurtër të kandidatëve që janë aty. Po meqense fletushkat i paguajmë me kontributet shumë të vëra të anëtarëve tanë, përpiqemi të mos e shpërdorijmë. Shumë ndodhet pas here që një qytetar thotë, "Shiko, thotë unë kam darë mendje për koto votoj." Kështu që po ta marr për respekt fletushkën. Unë i them faleminderit për respektin dhe unë të respektoj, po fletushkën mo ta marr mbrapsht, po e çojmë diku ku na shërben, sepse i kemi me kursim dhe nuk duam të shpërdorojmë asgjë. Jo, interesante është, sepse një ditë më parë në fakt kam zhvilluar një bisedë me zotin Qori dhe po më tregonte një episod ku fletushkat edhe kishin mbaruar, apo jo, në takimet që ju po zhvillonit. Dhe më pas printuat, sikurse ju po më thonit, fletushka bardhezi, cilat i shpërndat tek qytetarët. Dhe ajo që më bën, po themi, përshtypje, është sfida që partitë e reja kanë në këto zgjedhje, që është veçanërisht ajo e kostos që do duhet të mbulojnë, po themi, takimet e tyre. Si ja dalin partitë e reja në kushtet kur nuk kanë, po themi, fondet mëdha për të përballuar fushatat elektorale, madje ju në fakt Lëvizja Bashk përgjithsisht nuk e kanë parë të ketë takime pompoze, hapje fushate, e tjerë që mbase mund të jenë edhe të kushtueshme. Unë do të flas për Lëvizjen Bashk, se çfarë bëjnë partitë e tjera, e din ata, shoh që shpenzojnë shumë para, qoftë partitë e reja dhe të vogla. Uroj që një ditë bëjnë transparencë se si ja dalin. Po, ma kujtove një ngjarje interesante. Ishim para disa ditësh në Rogozhin, morëm fletushkat, i kemi premtuar me ngjyra, e kemi bërë këtë shpenzim dhe na mbaruan.
kishim marrë më pak se ç'duhej, edhe në të ndjerë shumë siklet, vajtëm aty në një kancelari dhe printuam Bardezi. Unë fakt isha shumë i mërzitur për këtë gjë, se thash drejgjit hajde do shkoj me Fletushka Bardezi, do të ishin njerëzit e kanë mi pritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë i kërkoja ndjes zakonisht, thash na fal ti se këtu ka lloj-lloj ngjyra, as ne po të vi me Bardezi, po nga halli. Në të gjitha rastet njerëzit kanë reaguar jashtëzakonisht mirë, saqë po mos i kishin bërë shpenzimet tashmë për Fletushkat me ngjyra, po ta dija këtë gjë dhe ju premtoj që fushat realisme do ta bëjmë, do t'i printonim të gjitha Fletushkat Bardezi. Një, do harxhonim me pak para, dy, do krijonim një kontrast me këto ngjyra fiktive le të themi të partive tjera. Lëvizja Bashk ka një buxhet jashtëzakonisht modest që mbahet 100% nga kontributet e anëtarëve tanë në Shqipëri dhe diasporë, madje edhe të mbështetësve tanë. Unë her pas here bëj video ndërgjegjësuese që u them qytetarëve, ju lutem, dikush 10 euro, dikush 100 euro për t'ia dalë fushat, dhe me këto para kryejm disa aktivitete shumë thjeshta. Printojmë fletushka, aq sa na duhen, dhe e dyta mbulojmë kostot minimale të transportit kur na duhet një makinë për të shkuar në një qytet të naftës, dhe ndoshta për të marrë një sallë me qira. Na ka ndodhur që në ndonjë qytet, kush e di për çfarë arsye, dhe nuk na kanë marrë para. Për shembull, takim në Hapës ne kemi bërë në teatrin e Fierit, fatmirësisht nuk institucioni, që i jepte aty, domethënë, nuk e kishte politikë vetën, që nuk paguam gjë për atë takim. Në raste tjera paguajmë për disa karrige. Njerëzit që takoni në rrugë, janë kurios për programin apo vetëm vlerësojnë integritetin e politikanit që kanë përballë dhe të kundërshtarëve të tjerë? Të dyja bashkë. Çfarë pyesin për programin? Secili pyet për problemin imediat që ka vetë. Shumë pyesin për pensionet, pensionistët. Na njohin prej protestave që kemi bërë. Pra e dinë që Lëvizja Bashk është rreshtuar fort me pensionistët, ama kërkojnë dimë më tepër. Sepse ky 200 euro pension minimal tani është kopjuar nga të gjithë. E kemi nisur ne para 2 vjetësh që kemi hartuar projekt ligjin minimumit jetik, tani është marrë dhe nga Edi Rama që më quante mua sude me gjyslyke, pse kërkoj atë njëjtën gjë. Jo, partitë e tjera kanë harruar që ndërkohë inflacioni e ka bërë të vetëm, kështu që norma e re e minimumit jetik duhet të jetë 21.168 lekë të reja, saqë kemi ne në program, dhe pensioni minimal po aq. Dhe unë rri gjatë me pensionistët, sidomos për të shpjeguar si bëhet e mundshme kjo gjë. Dhe ju them, shikoni, informalitetin punë Maqedoni është diku te 20%. Në Shqipëri është me letra zyrtare 44%, unë mendoj që është më i lartë. Dhe them sikur ne të arrinim që një kohë të mundshme ta përgjysmonim informalitetin punë, pra ta çonim nga 44 në 22, do arrinim që buxheti i sigurimeve shoqërore të fitonte 530 milion euro. Më kuptoni? Që është një shumë e rëndësishme për të plotësuar një pjesë konsiderueshme të nevojave të pensionistëve. Pra, unë rri me durim për të shpjeguar programin tonë dhe kam interes të veçantë që qytetarit të informohet për programin tonë. Qytetari na njeh shumë të rasteve, na vlerëson ndershmërinë tonë, këmbguljen tonë, guximin tonë, po këto tashmë janë vlera të njohura. Unë dua qytetarit të njohë dhe ata aspekt që nuk është shumë i njohur në rastin tonë. Programi, se kemi bërë shumë punë për atë program, dhe është një program që unë mendoj që do të jetë pikë referencë për politikën shqiptare dhe në 10 vitet. Ju duke qenë një parti puro e majt dhe do hyni në tregun politik duke marrë aksione nga Partia Socialiste, se ajo është partia e majt. Mirë, po ndërkohë Partia Socialiste, edhe për shumë rrethana sociologjike dhe historike, ka votuesit e saj janë më besnikët ndaj logos së partisë. Për arsye historike, për arsye që tashmë i dim. E ndjeni këtë vështirësi kur bëni fushat? Gjithnjë më pak, dhe ka të bëj kjo me identifikimin që votuesit kanë me partitë e vjetra. Unë shoh terren që njerëzit po distancohen. Sigurisht që në Shqipëri çdo qytetar që është në një farë moshe dikur ka votuar për partitë e vjetra. Ka qenë identifikuar me to. Ama unë po shoh që partitë e vjetra e kanë humbur jo vetëm magjinë e dikurshme, po e kanë humbur dhe kapacitetin për të bindur qytetarët. Gjithsesi, Lëvizja Bashk është një majt moderne, nuk është një majt që e vë basi tek nostalgjia, te çfarë ka qenë gjyshi apo stërgjyshi yt gjatë luftës së dytë botërore. Ne jemi një majt që flet për punën, për punëtorët, pensionistët, për shtresën e mesme, për të rinj, për sipërmarrësit e vegjël. Dhe ky mesazh shkon në mënyrë transversale, edhe tek ai elektorat që është më i lidhur simbolikisht dhe në historinë e vetë me të majtën, edhe te një elektorat që është i lidhur me të djathtën për arsye historike, ndonse kushtet sociale ku veprojnë sot i bëjnë shënjestër të mesazheve tona. Po ju marr një rast. Qofse një punëtor ndërtimi
ka votuar PD-n për arsye të origjinës familjare, po sot është punëtor ndërtimi, që rrezikon jetën punë. Shet Televizja Bashkë, një parti, jo një parti, po vetëm parti që flet për drejtat në punë, që përpiqet të organizojë punëtorët. Unë përmend mes kolegëve të mi një histori që duket si anekdotë, por është tërësisht e vërtetë, mund ta verifikoni një postim tim në TikTok. Hedh një postim unë nga këto të mijat që bëhet shumë popullor dhe komenti që ka marrë më shumë like, duket paradoksale, ishte dikujt që e kishte nofkën Augusto Pinochet, diktatori i ekstremit djathtë në Kini. Edhe ky thoshte, unë jam i djathtë, thoshte, po unë do votoj për ty, thoshte, më dukesh njeri parimor dhe i ndershëm. Tani imagjinoni, Augusto Pinocheti, kështu, ekstremi të djathtë, ama arrin të vlerësoj ky person, që sigurisht me gjas se ka menduar shumë kur e ka vendosur emrin në profilin e vet në TikTok, arrin të vlerësoj Lëvizjen Bashkë. Prandaj apeli ynë shkon përtej ndarjes i majt i djathtë në kuptimin e trashëgimisë historike dhe familjare. Ne nuk duam të marrim vota në emër të gjyshërve e të stërgjyshërve, por në emër të asaj që na pret në të ardhmen. Zoti Qori, ju ku mendoni nga ajo se çfarë po punoni, pra jeni aktiv në terren, siç e thatë, në gjithë territorin e vendit, po ku mendoni që Lëvizja Bashkë është veçanërisht më e fuqishme, ka ndikim, ka impakt fjala që ju shpërndani, me ato fletushkat dorë më dorë, se është shumë e rëndësishme shtrëngimi i dorës, kontakti me sy, po shqiptarët njihen si popull dashamirës përgjithsisht, pra të japin dorën, të përshëndesin, të falenderojnë, e vlerësojnë iniciativën që mund të ketë një parti e re. Thënë shqip edhe popullor që llafet mirë e në trast. Po, pa përkthehet kjo në vot, mendoni ju që do përkthehet në vot dashamirësia që ndjeni, dhe unë nuk kam dyshim që e ndjeni, me thënë drejtën, se di dhe unë plot raste që e respektojnë aktivizmin tuaj, aktivizmin e mparshëm, po edhe angazhimin politik tashmë. Sikur net na votonte çdo qytetar që na simpatizon rrugë, Lëvizja Bashkë do fitonte një shumicë kushtetuese. Do bënim namin. Dhe sigur, unë jam i vetëdijshëm që jo e gjithë simpatia përkthehet në votë. Ama unë i di nga zgjedhjet e 2023-shit. Kam një raport në kokën time midis simpatisë dhe votës. Dhe më lejoni t'ju them që vendet ku ne na kanë pritur më mirë, ne na kanë pritur kudo. Shumë pak veta na thon plaç. Shumë pak veta. Nga që ne bëjmë fushata autentike dhe shkojmë te çdo njeri, nuk veshim doreza, kështu që qëllon në 100 takime që bën njëri të thot plaç. S'ka problem. Me mirësjellje, faleminderit, tim punë tënde, nën punën tonë. Ama dy vendet ku ne na kanë pritur më mirë, mund të duket e çuditshme, ka qenë Kuçova dhe Kuksi. Kemi shkuar edhe në tregun e Kuçovës, më shumë tregtar se Blerës, edhe në tregun e Kuksit, më shumë tregtar se Blerës. Qytetet vogla, qytetet harruara, qytetet varfra, ama qytetarët na kanë pritur jashtëzakonisht mirë. Po pse mendoni që e keni patur këtë mbështetje atje? Sepse njerëzit kanë nevojë për ndryshim kudo. Mirë po, vëmendja e shtetit në zonat periferike është shumë më e pakët se sa në qendër. Sigurisht, unë mendoj që ne jemi më të fuqishëm në Tiranë se në Kuçovë dhe në Kukës. Edhe mendoj që është shumë më lehtë për Lëvizjen Bashkë që të zgjedh deputet në Shumës, në Tiranë, në Fier, në Durrës, në Elbasan, në Shkodër, në Vlorë, se sa në Dibër, Kukës apo Gjirokastër. Ama unë vrej tek njerëzit e thjeshtë, sidomos në zonat largëta, vrej një lloj nevoje për ndryshim, një lloj nevoje që shteti t'i përfill, që shteti mos i konsideroj vetëm njerëz që do mbushin kutit ditën e votimit në këmbin të një premtimi afatshkurtër. Nevoja për ndryshim ndihet kudo. Unë nuk e di si e përjetoni ju në kontaktet tuaja me qytetarët, por mua më duket sikur sot krahasuar me një vit më parë, nevoja për ndryshim është goxha më e madhe, krahasuar me 2 vite më parë, me 4 vite më parë, është akoma dhe më e madhe. Shoqëria shqiptare po piqet nga pikpamja demokratike. E kam thënë edhe herë tjetër që ne nga pikpamja demokratike ose pluralizmin partijak jemi si një i ri 34 vjeç. Pra kemi nis pluralizmin në 90-91-shin, është 2025-a. Sot në vitet e para ishim fëmijë nga pikpamja politike, pastaj ishim adoleshent. Sot jemi si shoqëri, besoj unë, në pikën e pjekjes. Unë vetë kur kam qenë 34 vjeç, kam qenë kulmin e potencialeve të mia fizike dhe intelektuale. Kështu që dhe shoqëria shqiptare mendoj sot është më e pjekur se kurrë më parë dhe kësaj më e gatshme për të përkrahur Partisë Lëvizja Bashkë. E ndjeni ju, e bëni ju dallimin mes një simpatizanti që thjesht ju përshëndet, është dashamirës, dhe një qytetari tjetër që e takoni dhe e dini që do ta keni votuesin tuaj? Pra nga e bëni? Dallimi nuk është i thjesht, sepse jo të gjithë njerëzit që të votojnë të thonë
unë do të votoj. Dhe mos harrojmë dhe diçka tjetër. Ne na ndodh shpesh se kur shkojmë në një treg, njëri nga shokët tanë e mban një celular për të shkrepur foto, në mënyrë që të na shohin dhe të tjerë çfarë bëjnë. Na ndodh her pas here që bëjmë një bisedë shumë të mirë me një qytetar, që edhe na thotë do të votojmë, pa thotë aman vetëm foto jo. Aman thotë unë do ju votoj, të premtoj e kështu me radhë, jo s'ke nevojë as të më zësh gojë kalamajt apo të më premtosh, fisoj se unë të besoj, se kam problem fare. Por aman thotë foto jo. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që qytetarët kanë frikë. Drejtëtaj, kemi 34 vite që do të kishim demokraci dhe akoma qytetarët kanë frikë. Një nga gjërat që e dallon demokracitë nga sistemet jo demokratike është se në demokraci qeveria ka frikë popullit. Në sistemet jo demokratike populli ka frikë qeverinë. Ne jemi më afër këtyre sistemeve ku populli ka frikë qeverinë, apo pushtetin politik, apo oligarkinë ekonomike në kuptimin më të gjerë të fjalës, se sa e anasjellta. Gjithsesi, përvoja politike na ka mësuar që gjithnjë më shumë të imprehin këto shqisat tona për të kuptuar se sa prej atyre që shfaqin respekt konsiderat do të na votojnë. Sigurisht, kjo nuk është asnjëherë saktë dhe mos harroni diçka. Ne deri në sekondën e fundit do përpiqemi të bindim sa më shumë qytetarët. Ne nuk i marrim qytetarët si votues që tashmë e kanë ndarë mendjen. Partitë e tjera po ta vini re, thonë kemi kaq vota, kaq përqindje, aq përqindje. Ose partitë mëdha kanë edhe historikun e zgjedhjeve kaluara. Por edhe historia ka ulje ngritje, dhe sidomos sot ku ka një krizë të madhe të legitimitetit të sistemit vjetër partijak, partitë e vjetra unë mendoj që po e humbin davan. Ama kanë dhe arrogancën të thonë kaq përqind unë i kam. Këto zonën e kam unë, ato zonën e kam unë. Dhe kjo është arrogancë ta jep pushteti me tepri, ta jep pushteti i korruptuar. Ne duke mos e pasur këtë gjë dhe s'kemë ta pas asnjëherë, ne respektojmë qytetarët. Kësaj ne nuk marrim asnjë votë për të sigurt. Unë e them nganjëherë si batutë që e vetmja votë e sigurt për Lëvizjen Bashkë është vota ime. Për çdo votë tjetër, deri ditën e fundit ne do luftojmë, sepse edhe ato që kemi bindur duhet ta ribindim. Politika është ta japësh shembullin për ditë, nuk mund të marrësh si të mirëqen askënd. Nuk mund të marrësh për garanci askënd. Ata që flasin për garancinë politik janë zakonisht përfaqësues politik që e kanë bler influencën, ose kanë përdorur këto marrëdhënie klienteliste tipit, do të siguroj 5 vende pune, do më sigurosh 50 vota. Ne nuk i bëjmë këto gjëra. Këto fenomene i ndjenin këtë fushat? Ndjejmë frikën dhe frikën e lidhim me klientelizmin. Pse? Sepse zotria apo zonja që i japin fletushkën thotë, mos më nxirrën foto se kam djalin që punon në shtet. Kam vajzën që punon mësues apo diku tjetër. Tani, unë prap mendoj dhe besoj që një pjesë e atyre që punojnë administratën publike kanë për të votuar për Lëvizjen Bashkë. Sot ishte interesante, po shkonim me makinë në Lezhë dhe në autostradë ka trafik. Para se të shkosh tek rruga Oligarkus, që themi ne, autostradë Zveriut. Edhe ishim rrot më rrot me një makinë, paralelisht duke ecur shumë ngadalë, i bie buries një zotëri, ishte me një zonjë tjetër, na e bën me dorë edhe thotë që do ju votoj ju. Kur ecën makina para, shohim që pas kishte një makinë e policisë, kuptimin, kishte një shenjë aty brenda, dhe them kur polici ta bën me dorë, thotë do të votoj ty dhe vazhdon rrugën e vet, që unë s'kam për të takuar kurrë më në jetën time. Kjo mua më jep shpresë, ne do dalim jashtëzakonisht mirë, pavarësisht se shumë nga mbështetësit tan kanë frikë shfaqen. Dhe shok të gjë, kam parë 2023-ën e shoh sot shumë mirë. Një nga, po themi, deklaratat më të fuqishme që bëjnë qoftë zoti Rama, qoftë zoti Berisha në mitingjet e tyre elektorale, është një frazë që ka të bëjë me partitë e reja. Kryeministri Edi Rama... Me fakta që shprehin është bezdi, për të mos thënë aversion dhe armiqësi. Kryeministri Rama i konsideron, po themi, figura po ashtu të vjetra, që vetëm, ose ide të vjetra që të re kanë vetëm emrin e individit që i përfaqëson këto parti, ndërsa nga ana tjetër zoti Berisha shpesh bën thirrje që të mos votohen partitë e reja me idenë apo me qëndrimin e tij se janë, po themi, të hedhura në tregun politik nga kryeministri Rama për të përçarë votën opozitare. Si keni parë këto deklarata, zoti Qorri? Është mjerimi politik i atyre që na kanë qeverisur duke na vjedhur 30 ca vite. Establishmenti i vjetër politik e ndjen kërcënimin, unë kam përshtypjen e ndjen rreth parë nga Lëvizja Bashkë, një parti e fortë opozitare, që ka dhe një dimension të një aktivizmi të terrenit, që nuk ka thjesht fishek zjarre. Nga ana tjetër, unë mendoj që këto parti, pra partitë që e kanë humbur busullën, nuk kanë më çfarë t'i thonë shoqërisë. Pra as Edi Rama, as Sali Berisha nuk i thonë dot i qytetarit shqiptar na votoni për 1, 2 apo 3 arsye pozitive.
Maksimumi që mund të Ministri Rama bëjmë... po i premton BE-n, për shembull. Si ka mbetur gjë tjetër, mendon? S'ka mbetur gjë, sepse po na premton një pasaport për t'ikur sa më parë nga Shqipëria. Por, unë po them që si Edi Rama, si Sali Berisha, sot nuk mund bindin asnjë qytetar, qoftë ata që do të vazhdojnë të votojnë, sa ata janë politikanë që nuk do vjedhin, se kanë vjedhur shumë dhe vazhdojnë të vjedhin. Përpasur strategjia e tyre politike është të thonë që, shiko, Partia si Lëvizja Bashk janë një lloj si ne. Pa ata nuk thonë dot, ne jemi të ndershëm, ata janë të pandershëm. Ata thonë që, shiko, në këtë politikën shqiptare të gjithë janë të pandershëm. Ta janë të pandershëm të njohur, ta janë të pandershëm që do t'i njihni. E sigurisht që detyra jonë Lëvizjen Bashk është të bindim sa më shumë qytetar që të na njohin më shumë, se duke na njohur më shumë do krijojnë edhe besimin tek ne. Unë nuk jam i rim politik, edhe në moshë. Unë këtë vit bëj 44 vjeç. E kam kaluar moshën e mesme, jetëgjatësia mesatare në Shqipëri duke 77 vjeç, që po pata fat, e kam bërë mbi gjysmën e jetës time. Kam si aktivist në politikë që nga viti 2011, si aktivist drejtat e punëtorëve, studentëve, shtresës mesme e kështu me radhë. Unë nuk jam i rim moshë, më. Ne jemi të rinë frym. Një nga aktivistët tanë shembullor është një minator, ish minator, Qani Shino. Një nga organizatorët e ish minatorëve që kanë protestuar në mënyrë të shpesht për statusin e minatorit. Qani u vjen me ne në çdo takim, ecën këm me autobus, madje unë dhe Qani u jemi të vetmi që syjmë asnjëherë makinë. Në këmbë gjithandej, po Qani është e reja, pavarësisht se 75 vjeç. Është e reja në frym, është e reja në mënyrën se si e konceptojmë politikën. Është e reja në sensin që jo vetëm përpiqem të përfaqësojmë qytetarët me dinjitet, por edhe ti përfshim në veprimtarinë tonë. Kjo gjë i frikson këta feudalët e politikës së vjetër, këta që mendojnë se Shqipëria është e ndarë tashmë, është e ndarë në feude, ky është feudi i PS-s, ky është feudi i PD-s, dhe po eftojnë shoqërinë shqiptare dita ditës që të vazhdoje të mendoje të veproj politikisht si të ishim akoma në 1944. Po ta vëshre, si Edi Rama, si Sali Berisha, u bëjnë thirrje identiteteve më të vjetra politike, sepse nuk kanë asgjë për të thënë për të sotmen dhe për të ardhmen. Në mos gabofsha, ju asnjëherë nuk i keni mëshuar idesë që partitë e reja duhet të ishin bashkë në këto zgjedhje. Pra duhet të prezantoheshin base si një pol i tretë në politikën shqiptare për të thyer atë monopolin e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste mbase në parlament. Pse ka qenë ky shëndrim i Lëvizjes Bashk? Pse asnjëherë, po themi, nuk e keni parë seriozisht këtu unë po ju paraqykoj, duke thënë nuk e keni parë seriozisht bashkimin me partitë e tjera të reja që duken alternativa cilat mund të marrin vota në këto zgjedhje, të paktën sipas sondazheve. E para, sepse ne nuk besojmë se e reja ka të bëjë me moshën edhe me datën e krijimit të një partie. Ka të bëjë me frymën, ka të bëjë me ndershmërinë, ka të bëjë me guximin politik, ka të bëjë dhe me idetë. Qëndrojmë te kjo. Bukur fort. Ju pak më parë fat që jeni partia e vetme që mbron drejtat e punëtorëve. Po. Pse jeni e vetmja? Po kush? Dhe përse jeni e vetmja? Po çfarë keni ndryshe ju? Ka një kod pune që është përshtatur me legjislacionin më të mirë të Bashkimit Evropian. Që nuk zbatohet asnjë një. Është kodi më i shkelur. Kodi i punës është ligji më pak i zbatuar në Republikën e Shqipërisë. Si do veproni juve? Çdo bëni ndryshe nga të tjerët? E para njëherë do krijojmë institucione forta dhe të pavarura që zbatojnë atë kod. E dyta do përpiqemi ta përmirësojmë kodin e punës për ta bërë edhe më në favor të punëtorëve. Po me që ishim tek pyetja pak më hershme. Duhen dy veta për tango, është ajo shpreha e dikurshme, po dy veta që kanë të njëjtin qëllim, që kanë të njëjtën. Është shpreha e Ramos kjo, mos harro. Po më nuk ka. Me vjetër e Rama, problem fare. Që kanë të njëjtat qëllime, që kanë të njëjtat parime. Unë kam pas debate her pas here me krerët e partive të reja politike, sepse unë thosha që duhet i biem oligarkisë ekonomike. Gjithë janë në një zë, nga Sali Berisha tek krerët e partive të reja, duke thënë që oligarkët janë sa biznesmen mjeran që i ka kapur Edi Rama. Ne themi jo, ata janë shumë të pushtetshëm. Madje disa aspekte janë ata që kanë kapur Ramën përpara se Rama t'i kap ata. E dyta, çdo parti tjetër përveç Lëvizjes Bashk premton taksën e shesht. Or janë gjithë për taksën e shesht. E di çdo thot taksa shesht, që oligarkët sot paguajnë më pak taksa, dhe të paguajnë më pak taksa. Ne duam që oligarkët përveç se të jenë objekt i hetimeve të institucioneve të pavarura për transaksionet me ekzekutivin, duhet që edhe të paguajnë më shumë taksa. E treta, në debate që kanë pasur me përfaqësues të partive të tjera, po ju kujtoj për shembull një debat që kanë pasur me Agron Shejan, që është edhe biznesmen. Thoshte që janë këto budallëqe. Kur u flisja për sindikatën, thoshte që janë këto budallëqe. E po thoja drejt të haj.
ti je si përmarrës që ke qindra punëtor ndoshta. Nëse ti konsideron sindikata si budallët, ti je duke u sjellë si sklavë pronar, sepse sindikatë janë nga rritet më të mëdha të modernitetit dhe që sigurojnë të drejtat e punëtorëve. Kur unë pata i debat para rreth një viti me Adriatik Lapaj, unë i thosha pse zotri ti nuk flet kundër oligarkisë ekonomike, ai thoshte kush flet kundër oligarkisë ekonomike është praktikisht duke u vënë gjob biznesmenëve. A vërtet e kemi këtë? Pra vërtet kush ka guximin të kritikojë oligarkinë ekonomike dhe denoncojë aferat korruptive të oligarkëve me qeverinë, është duke u vënë gjob oligarkëve, pa ata që mbyllin gojën, çfarë bëjnë? Po ata që nuk shohin koncesionet, ligjin e investitorëve strategjik, rrugët që ndërtohen me disa fishin e kostos, po të bëheshin me prokurime publike. Çfarë janë ata? Dhe mos harroni diçka. Lëvizja Bashkë e vetëm parti që është duke bërë një fushatë jashtëzakonisht modest nga e pamje financiare. Kontrollojnë rrjetet e mia sociale. Unë s'kam financuar kurrë një postim në faqet e mia. Kurrë. Nuk kam hedhur asnjë lek. Lëvizja Bashkë financon jashtëzakonisht pak dhe një shumë afare të vogla ndonjë postim tuaj aty. Partitë e tjera shpenzojnë 10 mijëra euro çdo muaj për rrjetet sociale. Dhe pyes veten, ku dreqin gjejnë parat? Mirë që shkojnë 10-15 veta në New York e në Londër. Po ku i gjejnë këto 10 mijëra euro e dollar për sponsorizime? Futesh në qytet, ne nxjerrim një çarçaf e varim në një mbikalim në autostradë dhe themi votoj Lëvizjen Bashkë. Shikoni billboardat në Tiranë. Janë përplot me fytyra kandidatësh, jo vetëm nga partitë e mëdha, që kanë dhe buxhete dhe kanë vjedhë dhe Shqipërinë, po edhe nga partitë e reja. Dhe pra pyes veten, ku i gjejnë parat këta? Ku i gjejnë parat? Ku i gjejnë parat këta? Po, ma thoni ju që keni gazdari, bëni gazdari investigative. Pyetjen besoj duhet të dini edhe diçka. Po ta dija që shumë prokurori. Çfarë nuk kuptoni? Unë dyshoj fort se janë oligarkia ekonomike ose të korruptuar që financojnë edhe partitë e tjera. Po këtë e kam dyshim, po të kisha provë kisha shkuar në prokurori. Aty ku jeni ulur ju, po. Zoti Lapaj është pyetur dhe ka thënë ne financohemi nga kontributet e antarëve. Kemi dhe tregonte emrat e atyre që kishte në celular. Nuk dalin llogarit kanë frikë. Sepse, po ju marr një rast. Ne kemi bërë një takim në Bologna. 2 takime kemi bërë jashtë Shqipërisë. Bologna dhe Athinë. Edhe bajtëm 3 vet, bileta avionin na shkuan 170 euro të gjitha bashkë. Zume dhe 200 euro sallën, sa vete 370 euro. Nuk e di se çfarë shpenzuam diçka tjetër, por bëjmë llogari që kemi marrëzuar diku te 500 euro. Me gjithë veprimtaria jon, kishte shkuar 500 euro. Fjetëm në shtëpinë e një antarit ton afër Firences dhe në atë takim mblodhen dhe kontribute me firmë të gjitha sipas formularit KQZ-s. Dhe kontribute kemi mbledhur diku 600 apo 700 euro. Pra, dolëm një farë kuptimi me fitim për Lëvizjen Bashkë. Kjo është politika që bëjmë ne dhe gjithçka e kemi të dokumentuar. E di çfarë bëjnë partitë e tjera thonë, këtë sallën na mbuloi një dashamirës. Si ta mbuloi një dashamirës? Ku e ke dokumenti që ta mbuloi një dashamirës? Ku e ke, faturën e hotelit? Më kupton, pra, nuk ka transparencë në politikën shqiptare. Ne, me që ishim te programi ynë, ne në programin ton kemi një pikë të veçantë, ku kërkojmë një ligj të posaçëm për financimin e partive politike. Jemi vetëm parti që kërkojmë ligj të veçantë. Është pjesë e kodit zgjedhor, nuk është ligj i veçantë. Është ligj për partitë dhe pastaj është kodi. Po mirë, klauzolat dhe sanksionet janë. A e di pse janë të mjaftueshme? E di pse janë të mjaftueshme? Se prapë po i referohem njërit prej kryetarëve të partive të reja, që thot, unë e shkel kodin zgjedhor thot me qëllim, jam gati të paguaj gjobën. Ka diçka që s'funksionon. Po, Agron Shea. Sepse zoti Sheaj është financiarisht i shëndosh për ta përballuar një gjob. Tani, çfarë nuk shkon te ligji? Është biznesmen, pra ai është një biznesmen i deklaruar. Po më zojnë është një biznesmen i deklaruar. Po çfarë nuk shkon në këtë logjik, po them unë. Nuk shkon fakti që gjoba është aq e ulët, sa njëri po pati shumë lek, nuk i vret fare gjoba. Ne kërkojmë që gjobat të jenë goxha më të larta. Në zgjedhjet e 2023-shit, Lëvizja Bashkë ka qenë vetmja parti që nuk është gjobitur nga KQZ-ja. Të gjitha partitë e tjera në 2023 e kanë shkelur kodin zgjedhor dhe janë gjobitur nga KQZ-ja. Pse? Sepse gjobat janë qesharake. Është i puna ajo që po të futesh me semafor të kuq të vër gjoba ai 2000 lekë vjetra. Sa është gjoba për financim paligjshëm të fushatës? Mbaj mend tani, po sanksionet janë edhe burgim. Sanksionet thonë i përballojmë dhe se kanë problem. Pra, maksimumi i financimit të fushatës në Shqipëri është 10 milion lekë të vjetra. Mi po, vetë kodi zgjedhor nuk e ka përcaktuar kohën. Pra, 10 milion gjithë vitin, 10 milion vetëm për 30 ditë e fushatës elektorale. Pra, ne duam një ligj të posaçëm që përcakton shumën, përcakton mënyrën e deklarimit, përcakton subjektet që mund t'japin, sa mund t'japin, kur mund t'japin në kështu me radhë. Dhe përcakton pastaj dhe institucione të fuqishme dhe të pavarura që investigojnë financimin e partive politike. Se është e vërtet ajo që ndodhi, ose
le të marrim një referim. Spaku para një muaji tha që ka ngritur një strukturë posaçme për të hetuar krimet zgjedhore. Çfarë ka bërë deri tani? Po janë në proces ndoshta. Po më uroj që Spaku duhet jetë në unë uroj shumë që procesi edhe herë, uroj shumë që nesër unë surprizohem për mirë. Edhe të dalin gjithë ujrat e thesat politikës. Hapi hetimet për kompaninë e lobimit, kontratën e lobimit të PD-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një, vetëm një. Dy, ku di unë, edhe njërë balës nuk e di që ndodhi para... Por, ajo që ndodhë... Prokuroria ka 19 çështje. Ajo që ne nuk asë po ndodhë është shumë më e thellë, si përsa i përket blerjes votës. Imagjinoni vetëm kërcënimi me administratës. Është i pafund, ka pafund njerëz që thonë rrugë, po na kërcënojnë për të votuar për partinë pushtet. Si ka mundësi që nuk hetohet ky krim zgjedhor? Mbase se nuk denoncojnë, nuk kanë fushin të denoncojnë. Prokuroria ka dhe një aspekt proaktiv që shkon e kërkon tje kapat të celularin e patronazhizit, dhe hajde këtu ti, zotri, dorëzohet celularin këtu, dhe ai celular do jetë një minier ari për hetusit, se çfarë nuk ka brenda. Mirë po, unë shoh një lloj ndrojtjeje të institucioneve. Ndoshta janë Trëmbu Garama që deklaroi një herë mos guxoj drejtësia të na futet në përkëm para zgjedhjeve. Mbas zgjedhjeve le të bëjnë çfarë duan. Po si mbas zgjedhjeve, nëse ata blejnë vota me shumicë, kërcënojnë administratën me shumicë, hedhin 10 miliona euro në fushat në mënyrë të palishme, ç'na duhet e pas zgjedhjeve? Na duhet tani ta dimë të vërtetën në mënyrë që gara elektorale të jetë sa më e barabartë jetë e mundur. Zoti Qori, Danila, më falë, vetëm një pyetje. Se në retorikën tuaj unë e shoh, jo vetëm këtu në studio, po edhe në çdo studio tjetër hapësirë publike që keni patur mundësinë për të folur, apo edhe në takime me njerëzit, ju jeni deri diku do ta quaja sulmues edhe ndaj partive të tjera të vogla. Që në këtë vështrimin tim garë nuk duhet ta keni me ato, pavarësisht ndarjeve ideologjike që mund të keni me zotin Lapaj, që më duket sikur keni edhe përballje ndoshta më të fortë, po edhe me zotin Sheaj. E ndjeni veten ju më të dobët për faktin që jeni vetëm dhe në këto kushte që janë partitë e vogla, ndoshta bashkë do ishin më të fuqishme fillimisht për të futur në sistem, për të futur në parlament dhe më pas për të projektuar se cili do ishte kundërshtari juaj. Ju e keni bërë që tani, e keni projektuar kundërshtarin tuaj ende pa qenë në sistem. Dhe në vazhdim të pyetjes së kolegës, mendoni se përmes kësaj retorike po e bëni betejën në 11 majit në 2 fronte, pra Partitë Demokratike, Partia Socialiste në një front dhe ju me partitë e vogla në front tjetër? Të përgjigjem. Unë kisha gati një muaj që s'kisha thënë publikisht asnjë gjysmë fjale për partitë tjera. Për ditë flas kundër Edi Ramës, Sali Berishës, Ilir Medhës, gjithë fillumit vjetër politik. Ma bët pyetjen, nuk mund mos përgjigjem. Më kuptoni? Pa nuk mund të them kalojnë te pyetja tjetër se nuk më intereson. Mua në politik dhe ne në përgjithësi lëvizjen bashkë na intereson me çdo kusht e vërteta dhe e drejta. Me të vërtetën nuk bëjmë asnjëherë kompromis, me të drejtën nuk bëjmë asnjëherë kompromis. Kështu që nëse unë ngre disa shqetësime, i ngre sepse mendoj që janë të rëndësishme për shëndetin e demokracisë shqiptare. Pra, kur dikush mban një qëndrim që unë mendoj që është në dëm të interesit publik, kur unë shoh që mënyrat e financimit të partive politike lën shumë vend për dyshim, kur shoh shuma marramendse që hidhen rrjetet sociale, unë ngre shqetësimin, sepse nuk është çështja televizia bashkë. Televizia bashkë ju siguroj ka për të pasur një rezultat jashtëzakonisht mirë këto zgjedhje. Por problemi është se çfarë modeli i japim politikës dhe çfarë raporti krijohet midis politikës dhe qytetarëve. Kjo është e jetë e rëndësishme. Pra ne nuk mund të veshim syt në emër të një, si thonë italianët, perbenizmo, do të thënë, bësh kështu si shpirt i bukur, vetëm për të dalë në televizor. Duhet ta themi të vërtetën edhe kur është e hidhur. Sigurisht, unë nuk kam ndonjë betejë as personale, as politike kuptimin parsor me partitë e tjera që kanë lindur muajt apo vitet e fundit. Sfida ime kryesore politike është me qeverinë, me opozitën e vjetër, me oligarkinë ekonomike që se ka asnjëri, por patjetër që kur shoh një problem, nuk mund të mbyll syt. Dhe kur ju më shtroni një pyetje, nuk mund të them më vjen keq, por nuk kam mendim. Unë kam mendim për çdo gjë që është e rëndësishme politikisht. Dhe duke qenë se ju ngritët pak më herët edhe pikpyetje se çfarë po bën drejtësia mbi, po themi, krimet elektorale, cili është qëndrimi juaj mbi drejtësinë në Shqipëri? Ne e vlerësojmë që
SPAK-u dhe institucionet e tjera drejtësisë në muajt e fundit sidomos kanë bërë disa hapa përpara. Arrestimi i Erion Veliajt është një hap i rëndësishëm dhe i guximshëm i drejtësisë, por është i pamjaftueshëm. Është i pamjaftueshëm. Është i pamjaftueshëm jo vetëm se ka të tjerë të korruptuar në spektrin politik shqiptar, nga qeveria në radh parë, po edhe nga opozita e vjetër, por është i pamjaftueshëm edhe në kuadrin e asaj që po ndodh në zgjedhje. Nuk mund të ketë, po e them edhe një herë, zgjedhje vërtet të ndershme. Ndosë unë kam thënë, edhe po e rithem, nuk do të dëgjoni nga unë në 12 maj që na vodhën votat. Se s'do guxoj njëri të na vjedh votat, sepse do kemi mbikëqyrës të guximshëm dhe të serioz të procesit gjitha hallkat e veta. Ama nuk mund ta fsheh faktin që çdo zgjedhje që bëhen në Shqipëri janë të pandershme në këtë kuptim, që hidhet para e pisët, përdoren infrastruktura shtetërore në mënyrë të paligjshme dhe sigurisht krejt klima politike është e pashëndetshme, ku partitë fatkeqësisht flasin shumë pak për ide, shumë pak për programe dhe bëjnë gjithkohës batuta thua se jemi në një teatr të komedisë. Unë kam besim në fakt që parlamenti i ardhshëm, legjislatura e re, do gjej hapësirë edhe për partitë e reja. Se sa pastaj se si do ndahen mandatet, sa partia juaj, sa partia e zotit Shea, Lapaj. Unë jam besim plot që mund të përfaqësohen këto parti, sikur qoftë edhe me nga një deputet. Në këto kushte, pra të qëndrojmë në këtë skenar, ju do bashkëpunoni me partit e tjera opozitare, partit e vogla, në parlament do t'i bashkoni votat, do të keni nismat për bashkëta, në qoftë se nuk keni një bashkëpunim parazgjedhor, të shpresojmë ta keni bashkëpunim parlament. Bashkëpunimi organik varet shumë nga karakteri, nga ndershmëria, nga serioziteti, nga transparenca e partive që hynë bashkëpunim. Dhe mos harroni diçka. Ne do jemi parti opozitare mbas 11 majit brenda parlamentit shqiptar, pa pikë në diskutim. Që gjitha këto partia nuk do të bashkoni votën me Ramën, nëse Rama do të jetë në vetëm me Ramën dhe me Berishën jo, po as me PS-n dhe PD-n, se po ti vjesh re, ca të tjerë thonë, po me PS-n ndoshta, por jo me Ramën, me PD-n ndoshta, por jo me Berishën. Jo, ne e konsiderojmë Ramën dhe Berishën produkt i këtyre partive të korruptuar. Në asnjë rast, pra ju në asnjë rast, as me Ramën, as me Berishën, as me Metën, as me Bashën, as me gjitha ata që na kanë qeverisur. Po themi e mirë sipas jush? Nuk mund të kesh bashkëpunim me të korruptuarit. Se kam pas një debat një ditë në një studio tjetër, më thoshe që mirë, bashkëpunoni me një parti, thotë se impononi disa pikat programit tuaj. Po ç'kuptim ka? Ti imponosh një apo dy pikat programit, apo të thuash që në ministrin X që do qeverisim ne nuk do vidhe, në gjithë tjerat që po qeverisë ju vazhdoni vidhni. Nuk ka sens kjo politikisht. Përsa i përket partive tjera, sigurisht që në parlament, kur jo opozit, ti i detyruar të bashkosh votat, ba të votosh kundër me të gjithë. Sakoj e parti opozitare... Për te i votos kundër që mund tjetë pas në koordinimi. Ne do t'a japim për gjdo projekt ligj që është, e shojmë që do jetë problematik. E dyta, ne do jemi parti... Nuk kemi edhe një vizioni të përbashkët opozitar. Ja të vim. Ne jemi parti proaktive. Kemi qenë jashtë parlamentit, do jemi brenda parlamentit parti proaktive. Gjithë thot, ne kemi qenë për të qenë ju siguroj partia që do propozoj më shumë projekt ligje në parlament. Dhe patjetër që projekt ligje do t'i hedhim për debat. Dhe do kërkojmë nga çdo deputet, i secilës parti, do e vëmë pozit para zgjedhësve, do i themi, ky është projekt ligji për shembull minimumin jetik. Ky është projekt ligji për statusin e minatorit. Ky është projekt ligji për të ngritur një agjenci të re për parandalimin e korrupsionit, që kemi në program. Do e shpalosim atë dhe do i sfidojmë partitë e tjera. Si çështja e agjencisë si mundet parandalohet, si funksionon? Jepni propozime dhe votojeni projekt ligji në parlament. Çfarë është kjo agjenci që parandalon korrupsion? Ne kemi menduar një agjenci kombëtare për integritet dhe antikorrupsion që harton politika parandaluesin e korrupsionit. Sot kemi një ministri shteti për antikorrupsion që 5 me hiç, do ta heqim atë ministri dhe do krijojmë një institucion të pavarur, një nga kompetencat e cilëve është edhe transparenca, edhe propozimi i ligjeve për financimin e partive politike, edhe deklarimi i pasurisë. Po të gjitha këto janë. Transparenca është në çdo fond publik, është i detyruar ta nxjerrë në online. Një agjenci të re, të pavarur, të fuqishme, që do të ketë garancir, ku dhe të garanti, pra ku dhe ruaj këta agjensin? Po si që janë institucionet e pavarur o drejtësi. Sigurisht kërkoj një shumicë të cilësuar parlamentare, jo strategjia në parlamentin e ardhshëm do jetë kjo. Ti vëm rivalet tanë politik, kudo qofshin ata, përpara pozitës që t'japin llogari ndaj votuesve tyre. Pra do ju themi, qoftë për këtë agjenci, qoftë për statusin e minatorit, qoftë për minimumin jetik, qoftë për rritjen e pensioneve, qoftë për modelin e rizgjellimit ekonomik, t'ju themi,
dilni para votuesve tuaj dhe shpjegoni pse votoni kundra këtij projekt ligji. Pra ne nuk do jemi opozit grushtesh. E kupton? Ne atë që duhet bërë në rrugë do bëjmë në rrugë, atë që do bëjmë parlament do bëjmë parlament. Fatkeqësisht parti deri më sot në Shqipëri, logjikën e ka rrugës e kanë çuar në parlament, logjikën e parlamentit e ka çuar në Pra, rrugë. le të supozojmë, zoti Shori, minimumin etik gati po e premtojnë dhe po e punojnë të gjithë, po le të mbetemi te partitë e reja. Pra, ju si parti të reja do jeni ju, të supozojmë, partia e zotit Lapaj, do të jetë partia e Agronshejt, nuk e di kush tjetër. Sondazhet këto nxjerrin ndonjë që hyn në parlament. Më me potencial. Në rast se ju do të bëheni të treja këto forca politike bashk dhe t'japin zë këtij objektivi, këtij qëllimi të përbashkët, ndoshta edhe pushtetin Partinë Socialiste apo Partinë Demokratike nuk e di, se unë nuk besoj se ju keni delirin partitë e vogla, flas partitë e reja që do merrni pushtetin në zgjedhjet e 11 maj. Unë dhe kam delirin, tjerë e kanë. Mos këtë gjërë në jeri do të marrë strategji mandate për të qenë me këmbë në tokë. Pra, si do arrini ti imponojni mazhorancës? Cila do qoftë ke mazhorancë, Partia Socialiste, partia, se i vetëm sa do arrini ti imponojni? Në qoftë se ke 2, 3, 4 deputet, 5 deputet, ndoshta, përpjekja juaj do jetë edhe më e fuqishme dhe do arri më shumë tek qytetarët. Minimumi etik është shumë i thjeshtë. E dini pse? Se ekziston tashmë projekt ligji i hartuar nga ekspert, i firmosur nga 21.000 qytetarë, 2-3 vjet më parë, dhe është çuar në parlament. E kemi projekt ligjin gati, më kupton? Dhe në këtë sens, ne do të kërkojmë nga të gjitha partitë ta mbështesin këtë projekt ligj, ta mbështesin me tirë, ta mbështesin me diskutime, ta mbështesin me votë. Cila do qoftë, jo vetëm minimumi etik, po cila do nisëm qoftë, që kërkon bashkim, për të qenë më e fuqishme dhe për të imponuar. Si pjesë e komisioneve parlamentare, ti je i hapur për të dëgjuar argumentet e shumë kujt aty brenda, sepse jeta parlamentare është plurale, nuk është unë qëlloj me pushk, ti je shënjestra aty. Qasja jo, është që ne, me përgatitjen që kemi, me skrupulozitetin politik që kemi, është që ne partitë e tjera t'i vëm për para provës. Pra, të mos harxojmë kohë duke thënë, hajde mblidhim një vit, pim 200 kafe, dhe pastaj hartojmë gjysmë faqe dokument. Jo, ne shkojmë me i dokument 10 faqesh, me një projekt ligj, me një relacion të gatshëm, dhe u themi partive tjera, qofse ju keni një argument, jepeni dhe të hajta diskutojmë. Po kështu i mbyllni rrugët e bashkëpunimit, më duket mua. Pra ti thua ne propozojmë dhe hajde na ndiqni ju. Po le të propozojnë dhe tjerët. Ne jemi të gatshëm të hapim veshët për këdo. Po versioni, po them dhe herë, që bëjmë politikë për hir të skenës. Mblidhen 3-4 burra në një kafe, bëjnë një foto. Edhe thonë do kemi propozime geniale që nuk i sheh, nuk i dëgjon asnjëri. Kjo mënyrë të bërit politik mua më duket e vjetruar. Na duhet një politikë e guximshme, një politikë kreative, dhe ne bëjmë shumë mirë këtë gjë. Dhe fatmirësisht shoh që edhe partitë e tjera po na kopjojnë program, retorik në mënyrën e të bërit fushat. Do na kopjojnë dhe në parlament. Do vinë një pjesë konzervueshme në qendrimet tona. Cili do ishte rezultati i kënaqshëm për ju në zgjedhjet e 11 majit? Ai që do të jepte shpresë qytetarëve. Dhe kjo nuk është batut. Po ju them, po ju bëj një analogji. Në 2023-shin ne morëm rreth 5% votave në Bashkinë e Tiranës, si kandidat për kryetar bashkie. Unë isha aty në zyrën tonë modeste, edhe nuk dija, është sukses kjo apo jo? Suksesi pa diskutueshëm është fitosh apo jo? Ne fitova, unë fitova, dola i treti me rreth 5% votave. A është sukses apo jo, nuk e dija. Dola në rrugë. Sa dola në rrugë, çdo qytetar që takoja më përgëzonte dhe deshmi dhe i qafë. Dhe thash, që ka rezultati suksesshëm. Pse? Se kemi arritur ngjallin shpresën e qytetarëve. Unë nuk mund të jap një shifër ju sot. Më kupton? Pra nuk mund të them që kaq deputet është sukses, kaq deputet është dështim. Çdo rezultat që kur ne dalim rrugë, qytetarët do thonë sa mirë. Po mirë, këtë e keni edhe sot, pa që në parlament. Pra ju dilni në rrugë dhe ju thonë sa mirë. Sepse qofse nuk kemi në parlament, qofse nuk kemi në parlament, nuk do ta thotë njeri sa mirë, më kupton? Por ama nuk mund të jap një shifër në përqindje apo në numër deputetës, sepse nuk e di çfarë do të ishte shpresë dhënëse për qytetarët shqiptarë. Sot qytetarët kanë nevojë për atë që ne kemi pa rrugë, të rënë që po lind. Dhe unë besoj që kemi kapacitetin që kemi përfaqësi të mirë parlamentare. Se sa do të jetë e di çdo qytetar në ndërgjegjen e vet dhe se si do reagojnë qytetarët ndaj rezultatit ton, asnjë nga ne nuk e di. Pra ma do ta shohim në 12 maj dhe më tutje. Ndjeni i paregjykuar për faktin që shpesh ju cilësojnë komunist, ju thanë të jemi e majt moderne, po në zhargon ju njohin ajo është parti komunist, ai është komunist. Jo, nuk ndjem
nuk ndihem se është një problem i madh. Ajo që më shkon mendja është që nga që nuk kanë ku të kapen fare me ne, por nuk kanë fare ku të kapen. Në karakterin ton, dëshmërinë ton, guximin politik, në qëndrimet tona, në programin ton, në shtresat që përfaqësojmë, e vetmja gjë që tentojnë të bëjnë është të na ngatrojnë ideologjikisht. Unë e kam thënë shpesh herë, Lëvizja Bashkë nuk është parti komuniste, madje asnjë parti serioze sot në botë nuk mund të jetë komuniste, për një arsye shumë të thjeshtë. Se komunizmi si projekt politik i vërtet ka marrë fund në 1989. 1989. Ka lindur 1848, ka marrë fund në 1989. Ka lindur rrugëve të Parisit, në atë pranverën e popujve të 1848-s, dhe ka marrë fund në Berlin në 1989. Sot ti nuk mund t'jesh një parti komuniste edhe po të duash. Ne as duam, as mund t'jemi, as do t'jemi. Vizioni ynë politik është e majta demokratike, burimi ynë i frymëzimit janë social-demokracitë e vendeve nordike, që janë vendet më të begata dhe më demokratike në të gjitha parametrat. Në vijim të kësaj, ju lutem më shpjegoni këtë termin që ju keni për oligarkin. Shumë vetë besojnë se jeni kundër ekonomisë të tregut, kundër kapitalit, kundër punëdhënësve, se një punëtor duhet të ketë një punëdhënës. Po, vërtetës. Dhe shumë mirë që ka një punëdhënës. Dhe punëdhënësi shumë mirë që ka punëtor. Ama ne duam që raportet midis punëdhënësit dhe punëtorit përse quani ju oligark? Dhe a ka ekonomia shqiptare kapacitete që të prodhoj oligarki? Ka, biles, sa me prapambetur të jetë një ekonomi, aq po kollaj është për prodhuar oligark. Kjo është arsyeja pse në vendet prapambetur ata që janë shumë të pasur, bëhen në mënyrë të rrufeshme të pasur, bëhen pa pas sipërmarrje produktive dhe bëhen duke fituar favore nga shteti. Ne nuk kemi asgjë kundra sipërmarrësve. Ne me çdo sipërmarrës që diskutojmë, flasim për ekonominë, për injeksionet financiare që shteti duhet hedhë në ekonomi, për lehtësitë fiskale, për nxitjen e ekonomisë prodhuese. Para ma çdo sipërmarrësi, në këmbimi kërkojmë respektimin e kodit punës. Kodi punës nuk është i negociueshëm, si çdo ligj tjetër. Ti nuk mund thuash, më vjen keq, por punëtori do punoj 7 ditë në javë. Jo, s'ka për të punuar 7 ditë në javë punëtori. Me detyrim. Sepse kodi punës thotë që 36 orë ti duhet i bësh pushim, pa ndërprerje. Dhe kjo është detyrim. A i dini ju që ka punëtor sot që janë detyruar të punojnë 7 ditë në javë. Tjetra, unë shkoj shpesh në për tregje. A i di çfarë thonë tregtarët? Na kanë kputur qendrat tregtare. Qendrat e mëdha tregtare kanë shkatruar biznesin e vogël. Ama ne kemi në plan që të mbështesim tregtarin e vogël, e sipërmarrësin e vogël, e të taksojmë më shumë qendra tregtare. Sepse kërkojmë që ekonomia të jetë më plurale. E dyta, kur vjen puna te sipërmarrjet e mëdha, ne duam të inkurajojmë sipërmarrjet e mëdha në sektor prodhues. Pa t'ju themi sipërmarrësve që duan të investojnë në industri. Ti do të taksohesh 3%. Jo 15% sa taksohesh sot. Ama ti themi oligarkut në sektorin e ndërtimit, ti do taksohesh 20%. Ti do taksohesh edhe më shumë për dividendin nga që taksohesh sot. Ne do t'i themi sipërmarrësit prodhues në bujqësinë, industri dhe në shërbime, që ti do të marrësh subvencione nga shteti me kushtin që përmirëson prodhimin, e ke më cilësor, eksporton dhe kontribon për të mirën e shoqërisë. E do t'i themi atij që ndërton hotel me 4 pashyje, favoret fiskale do marrin fund me ne. Ti nuk mund t'jesh më i favorizuar në raporte bizneset e tjera, vetëm se ndërtove një hotel me 4-5 hyje, në kushtet ku hoteleria dhe turizmi në Shqipëri kanë potenciale aq të mëdha për t'u pasuruar, sa ti s'ke nevojë për mbështetjen e shtetit. Sot ne kemi një ligj të investorëve strategjik që është tërësisht i mbrapsht. Subvencionon oligarkët dhe investimet në sektor ku fitimi është i lehtë. Ndërkohë që ne duhet të mbështesim ato biznese ku të fitosh sot është e vështirë, por rrisin kapacitetet produktive të vendit në të ardhmen e afërt, mesme dhe të largët. Pra ne duhen më shumë subvencione për bujqësinë, për industrinë dhe për shërbimet e kualifikuara, ashtu si kundra duhen taksa më të larta për hotelet me 4-5 hyje, për oligarkët, për ndërtimin, për bankat, patjetër. Për ata sektor ku, si thua, fitimi është shumë i thjeshtë dhe kushtet e konkurrencës janë të pezulluara. Ne besojmë fort tek liria e tregut, tek konkurrenca e ndershme mes aktorëve ekonomik dhe një shtet që është i drejtë, është i drejtë mes aktorëve ekonomik. Duke
falënderuar dy të ftuarit dhe dy kolegët e mia që më ndihmuan në emisionin, bashkëdrejtuam emisionin e sotëm, ju uroj të gjithëve natën e mirë. Rishemi të anën tjetër.